4 shenjat e horoskopit që do të kenë lajme të mëdha deri në fund të muajit prill. Prilli po mbaron dhe për disa shenja ndjejmë sikur gjërat më në fund po fillojnë të vinë në vendin e tyre. Energjia e muajit është intensive me zhvillime të shpejta dhe kthesa të vogla, por për këto 4 shenja, kjo në fund të fundit funksionon në favorin e tyre. Aty ku kishte presion tani shohin mundësi. Aty ku kishte pasiguri, diçka më e qëndrueshme po fillon të ndërtohet. Le të shohim se cilat shenja ndjejnë sikur gjithçka po vjen në vendin e saj deri në fund të prillit. Dashi, ky muaj është vendimtar për ju. Energjia është e fortë dhe ndonjëherë mund të ndihemi sikur gjithçka po ndodh menjëherë. Nga njëra anë, kjo ju ushqen dhe ju mban vigjilent, nga ana tjetër mund t'ju sjell pak tension. Megjithatë, ju nuk ndaleni, ju bëni lëvizje, merrni vendime dhe ecni përpara pa u ndikuar veçanërisht nga mendimet e të tjerëve. Kjo vendosmëri është ajo që hap rrugën për diçka më të mirë. Pak nga pak shohim se përpjekjet tuaja po fillojnë të japin fryte. Demi, pas një periudhe të gjatë ndryshimesh më në fund, vjen një ndjesi lehtësimi. Ndjejmë se po e gjeni përsëri qendrën tuaj dhe po filloni të qëndroni më fort në këmbët tuaja. Jeta e përditshme fiton ritëm, ndërsa çështjet që ju kanë preokupuar qoftë financiarisht apo personalisht fillojnë të zbuten. Së bashku me këtë vjen një paqe brendshme që keni dashur ta ndjeni për një kohë të gjatë. Është momenti kur e kuptoni se kohrat e vështira tani janë diçka e të kaluarës. Peshorja, muaji filloi me një kujtesë të fortë se meritoni më shumë dhe kjo vazhdon t'ju udhëheq. Tashmë, kemi filluar të shohim sqarime qoftë në marrëdhënie apo në mënyrën e të menduarit që nuk ju shërbej më. Procesi nuk është gjithmonë i lehtë, sepse duhet të lini pas zakone të tilla si vendosja e të tjerëve mbi veten. Por tani po mësoni të ruani ekuilibrin pa humbur veten. Ju ecni përpara më qetësisht, por me besim dhe elegancë. Binjakët, mund të ketë pasur një ndjesi ngecje në fillim të muajit, por ndërsa i afroheni fundit të prillit, gjithçka po ndryshon për ju. Ju i mbani planet tuaja për vete dhe lëvisni më diskret se zakonisht. Kjo strategji duket se po funksionon mirë për ju. Pasi gjërat po fillojnë të zhvillohen ashtu siç dëshironi, periudha që vjen sjell surpriza dhe mundësi të reja, kështu që sigurohemi që të kemi vënë në rregull atë që mund të kontrollojmë. E vetmja gjë që është e sigurt është se nuk do të mërzitemi.